Ne prodhojmë gjerë 1 milion ton naftë. Ne kemi portet e marrim direkt në porte. Ne shesim 2.2 euro, Macedonia pa porte, Macedonia pa naftë, Macedonia e shet 1.5 euro. Sepse taksa që vendos qeveria mbi naftën në shëndër më të lartat në botë. Po, për 1 litër naftë, në kosto pune, në Shqipëri, është 8 herë me lartë se në Gjermani. Është 8 herë me lartë se në Hollandë dhe vendet tjera, qarë fiton me njësi punë, me orë pune. Pra, është ndjekur një politikë që çdo sistem kolonial do ta kishte lakmi. Këta nuk janë të huaj, po këta janë më të këqisën të gjithë të huaj që kanë shkel në këtë tokë, sepse janë vendas dhe vjedhin vendin në këtë mënyrë të pamëshirë, të pandalshme, të çmendur. Nuk ndalin kërkum. Natyrisht, nuk ka diskutim që skema e pensioner është burimi, bazë. Po flasim për informalitetin. Informaliteti diktohet nga korupcioni, diktohet nga taksat e larta, diktohet nga i gjithë mjedisi i krijuar. Ndaj dhe ne, në një luftë të egër me informalitetin, do bëjmë gjithë shka të rrishim kontributet. Pa diskutim. Në mbledhjen e kontributet, mbledhjen e kontributet, se jo, ne do ulim taksën sociale. Ne e ulim taksën sociale. Sepse ulja e taksë sociale është një nga rrugët më të sigurta për të ulur informalitetin dhe është një nga rrugët më të sigurta për nxitur prodhimin, investimet me radhë. Pra, por, shteti do të bëjë kontributet e veta. Shteti duhet të këpus njën gordiane. Shteti nuk mund të pranojë kur këtë situatë dramatike